Punimet për ndërtimin e pallatit të sportit në Fier do të fillojnë së shpejti, kështu ka thënë kryetari i Bashkisë së Fierit Baftiar Zeqaj për projektin sipas tij shumë të rëndësishëm për jetën kulturore dhe sportive të qytetit të Fierit. Sipas tij ky projekt do të nisë zbatimin menjëherë pas zgjidhjes ligjore të disa problemeve. Objekti më i rëndësishëm në këtë qytet, pallati i sportit ka përmendjen jo vetëm të kryetarit të Bashkisë, por edhe të gjithë stafit të Bashkisë. Projekti ka dhënë zgjidhje të gjitha çështjeve, por së fundmi edhe çështjes së përmbytjes së zonës të ishkën i lojrave me dorë. I kemi dhënë zgjidhje tregut, kemi bërë njëkohësisht një pastrim paraprak. Jemi duke punuar me disa pretendues pronash në këtë territor. Ja dhe 6 familje që do t'ju japim zgjidhje dhe besoj që këto zgjidhje do të ndryshojnë njëkohësisht edhe ritmin e punëve në këtë territor, pra për pallatin e sportit. Është një vepër që shpresojmë ta mbyllim brenda këtij viti, por kemi deklaruar në momente të tjera që nuk po punojmë vetëm për pallatin e sportit. Është vit që ne do të hapim shumë terrene sportive në qytetin e Fierit, do të hapim dhe besoj do të mbyllim edhe 2 fusha tjera për lojrat me dorë dhe 2 fusha verore po për lojrat me dorë. Jemi duke punuar njëkohësisht që të mbyllim shumë shpejt brenda 2 muajsh edhe kompleksin e lojrave të rënda, pra të peshkëritjes, të mundjes dhe të boksit. Pallatin e sportit janë planifikuar salla servitore apo ambiente të tjera ku Po, janë planifikuar të gjitha ambientet e domosdoshme për lojrat me dorë, jo vetëm dhoma veshje, por dhe salla konferencash dhe salla tjera që janë të domosdoshme për lojrat me dorë. Do të jetë kemi thënë, një objekt që do të fali spektakle, jo vetëm lojrash, por dhe spektakle të niveleve artistike. Ndërtimi i pallatit të sportit është një nga premtimet më të rëndësishme që kryebashkiaku i Fierit Zoti Zeqaj ka bërë për qytetarët firak gjatë fushatës elektorale, gjë të cilën sipas tij do ta bëjë realitet.